Atmosfera në shtëpi ishte bërë e rëndë, pothuajse e padurueshme. Tensioni kishte qenë duke u rritur prej kohësh, por tani dukej se kishte arritur kulmin. Të gjithë banorët ndjenin se diçka e madhe do të ndodhte. Zërat në dhomën e ndenjes filluan të ngriheshin gjithnjë e më shumë. Selini ishte ulur në divan me sytë e skuqur dhe me duart që i dridheshin. Fjalët që kishte dëgjuar pak më parë i vërtiteshin ende në mendje. Rogerti qëndronte përballë saj, i tensionuar edhe ai, por duke u përpjekur të dukej i fortë. Pa pritur Selini u ngrit në këmbë. "Mos fol më për mua," tha ajo me zë të lartë, duke u afruar drejt tij. Rogerti bëri një hap përpara gjithashtu, duke mos u tërhequr. "Qetësohu," tha ai me një ton provokues. Por Selini nuk ishte më e qetë. Zemërimi i saj ishte përzier me dhimbjen dhe turpin. Ajo ngriti dorën dhe tentoi t'i afrohej më shumë, sikur donte t'i tregonte se nuk do të lejonte më të poshtërohej. "Mos më prek mua," përtiti ajo. Rogerti u përgjigj menjëherë me një ton sfidues, "Të prek sa herë të dua." Kjo fjali e ndezi edhe më shumë situatën. Disa nga banorët që po shikonin nga larg u ngritën menjëherë. Ata e kuptuan se situata po dikte nga kontrolli. Selini bëri një lëvizje të shpejtë drejt Rogertit, sikur donte t'i binte. Rogerti u përpoq të shmangej, por për një moment të dy u afruan shumë pranë njëri tjetrit. Ndalu, dëgjoheshin zërat nga pas. Banorët u futën menjëherë mes tyre. Dy prej tyre kapën Rogertin dhe e tërhoqën pak mbrapa, ndërsa të tjerët u përpoqën të qetësonin Selinin. "Selin, mjaft," tha njëra prej vajzave duke e mbajtur nga krahët. Por Selini tashmë kishte shpërthyer. Lotët i rrivnin pa pushim dhe zëri i saj ishte bërë i fortë nga emocioni. "Mos më flisni kështu. Askush nuk ka të drejtë të më trajtojë kështu," vërtiste ajo. Rogerti, edhe pse mbahej nga dy banor, vazhdonte të shikonte drejt saj me një shprehje të tensionuar në fytyrë. Situata ishte bërë kaotike. Disa përpiqeshin të qetësonin Rogertin, disa të tjerë Selinin. "Lëreni, largohuni pak," dëgjoi dikush tjetër në dhomë. Selini filloi të qante edhe më fort. Ishte një qarje e thellë që vinte nga lodhja emocionale e gjithë asaj që kishte ndodhur. "Unë nuk e meritoj këtë," tha ajo mes lotëve. Ajo u shkëput nga duart e banorëve që po përpiqeshin ta qetësonin dhe u kthye me shpejtësi drejt korridorit. Hapat e saj ishin të shpejtë dhe të çrregullt, ndërsa lotët vazhdonin t'i binin në faqe. Në dhomën e ndenjes mbeti një heshtje e çuditshme. Të gjithë shikonin njëri tjetrin, ende të tronditur nga ajo që sapo kishte ndodhur. Rogerti u lirua nga duart e banorëve dhe qëndroi për një moment pa folur. Ai duke i tensionuar, por nuk tha asgjë. Nga korridori dëgjoheshin ende zëri i Selinit që qante me të madhe ndërsa largoi drejt dhomës së saj. Askush nuk e dinte si do të përfundonte kjo histori, por një gjë ishte e sigurt, tensioni mes tyre kishte kaluar një kufi që vështirë se do të harrohej shpejt.